Shkodra Summer Cup 2025 është një prej ngjarjeve të rëndësishme sportive të verës që këtë vit ka ardhur me risi, pasi për herë të parë në historinë e këtij turneu po organizohet kategoria U19. Ky aktivitet vjen nga Shkodra Sport Event në bashkëpunim me shoqatën rajonale, Federatën e Futbollit dhe Bashkinë. Pjesëmarrës në këtë edicion janë ekipe nga të gjitha trojet shqiptare, ku për herë të parë turneu ka marrë një karakter ndërkombëtar me përfshirje të ekipeve nga Nigeria dhe Ghana, duke sjellë një dimension të ri dhe emocion të veçantë në këtë kompeticion. Pjesëmarrës janë ekipe nga Shqipnia, troje shqiptare dhe gjithashtu për herë të parë në Shkodër vijnë ekipe nga Nigeria dhe gjithashtu nga Ghana. Ky është një organizim nga Shkodra Sport Event në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, Shoqatën Rajonale të Futbollit të Shkodrës dhe me Bashkinë Shkodër. Është një mundësi shumë e mirë për lojtarët të cilët marrin pjesë në këtë aktivitet për të evidentuar nga agjentat e huaj, pasi janë 20 agjentat që janë në dispozicion të këtyre lojtarë për t'i vëzhguar dhe për t'i pasur në objektivin e tyre për nevojim, sepse mosha U19 është një moshë delikate për futbollistët dhe është shumë e vlefshme për karrierën e tyre ky lloj turneut. Në Çakun e Shkodrës ka disa ekipe të cilët janë të interesuar për këto lojtarë, pasi normalisht cilëteti e tyre është i lartë dhe mund të shërbejnë që nga ekipi parë vllaznisë deri në ekipet e kategorisë së tretë që ne kemi në Çakun e Shkodrës. Prandaj besoj që jo vetëm Shkodrës, por edhe futbolli shqiptar këto lojtarë i bëjnë punë me cilësitë e tyre. Ky zhvillim jo vetëm që e rrit nivelin e turneut, por e vendos Shkodrën edhe më shumë në hartën e organizimeve të rëndësishme sportive në rajon dhe më gjerë.